Policia e shtetit ka ndërmarrë një mega operacion i cili ka për qëllim kontrollin në disa qytete të vendit për të rënë në gjurmë të personave apo dhe vendeve të cilat kanë lidhje me shpërthimet me tritol. Ky mega operacion i ndërmarrë nga policia në bashkëpunim me forcat speciale dhe antiterrorit të shtrirë në qytete si Vlorë, Durrës, Shkodër, Tiranë e të tjerë. Kjo lëvizje e policisë së shtetit vjen menjëherë pas arrestimit të shtetasit Marion Mitro nga qyteti i Vlorës, i cili dyshohet se ka lidhje të drejtë për drejtë me shpërthimet e një pasnjëshme me tritol muajin e parë të këtij viti. Policia e shtetit fal hetimeve dhe një aksionit të suksesshëm ka vënë në pranga Marion Mitron, për të cilin nga hetimet paraprake dyshohet se ka marrë pjesë në atentatin ndaj prefektit të Vlorës Besnik Dervishi dhe kryetarit të komunës Qendër po në këtë qytet Fredo Berberi. Arrestimi i Mitros u bë i mundur në aeroportin Nën Tereza. I arrestuari sipas policisë kishte disa kohë që ndiqej nga policia sa i përket aktivitetit të dyshimit që ai ushtron në qytetin bregdetar të Vlorës dhe në qytete të tjera. Mitro kishte vendosur që të arratise nga Shqipëria pasi kishte kuptuar ndjekje nga policia. Ndërkohë nga kjo e fundit mësohet se gjykata e krimeve të rënda kishte dhënë përshtetasin Marion Mitro masën e arrestit burg në mungesë dhe në fshehtësi të plotë për arsyet e hetimit. Aktualisht Mitro kryente detyrën e inspektorit në Inspektoriatin Ndërtimor Vendor në qytetin e Vlorës, si dhe ka në pronësi edhe një biznes privat në zonën e ujit të ftohtë.